Vetë kishte për detyrë ta pastroj. Sa më shpejt. Se kuptova pse e morë ti ta pastroj. Se ka irrituar. Shumë e çuditshme, unë shkova aty thash kush është me plugu, duhet punoj plugu. Ja, tash i E pra, i kena ra me vesh deri tash. po se kapa nuk e kuptova se Kena ra me vesh deri tash, pa nota. I rash me vesh, po. Edhe po duhet me ra Do me të nota. që kur i bjen në herë kështu, nuk është keq? S'është interesant. Janë të rrezikshme ato pajisjet se duhet me ditë si me i përdor se larg qoftë. E pra, po. Vem një gabim. Ja, aty ka duhet jetë patjetër një Edhe po mirë, unë drejtuar. presim në i gisht edhe kur nuk kemi me këtë i drejtohemi njëri tjetrit me gishta, domethënë kur i flasim që i çojmë gishtin, ngelim pa gisht edhe s'kena si me i fol. Tamam. Ka si. Pa ja gjithë po. A i gjetë çizmet? Po, ja kështu. A i ke gjona? I sollën tani, jo janë perfekt si kam dhënë numrin. Janë tuat. Po, i kanë bënë emrin e gjitha. Po ato të tenit i gjetë ti? Jo, nuk i gjeta se preferoj të kem ato të mia se teni. Jo, jam rregull, Teni s'është Klodi. Thash ti mor unë se nuk i kontrollova, por nuk i kap dot. Ti mor unë se e kam komën një çik më të madhe se nuk i gjeta. Bëra një xhiro pasi më solli Agai dhe. Po s'qen. Po. Edhe si. Du shku direkt atje, po? Po, sa ta marrën atë të bëjnë gati dhe tjerët. Okej. Ndroni shpejt se dalim atje mrapa. Po do vi specialisti. Se do dalësh te balta. Mirë. Don Juan. Hej. Tamam Don Juan. Mirë, si po kaloni ju? Mirë.
Hajde, jo mjeshtra. Tentum bje me ne, Ja ku e ka Chelsea. po s'ka kështu Po qelës me... jep, do ta shikoj pak unë. Qelës që majtë në gjep, do Ja më se të thënë, vinë qëtë. Par pjesa e baterisë. pejni kështë e qetë. A është e lidhur? Po, se mund të ketë lvizur diçka se kjo ka sensor. A që ka me marsh, a? Kërkum, Përshëndetje. me... Riku. Kënaqësi. Indri, me e gjithë, hajde. E ta futa karikim. A do shdym. Nuk duhet të flasim, nuk ka bateri për momentin. Po ku i karikojmë? Apo duhet... Jo, është bateri makine, Do flasim, si e madhe. është si bateri e makinës, po është më e vogël. Nuk ka i rënë bateria nga që ka kohë S'shneze. pa undezë. Pra nuk është Kalojmë, jo, nuk është çështje e Chelsea-t, është vetëm çështje e baterisë. Kalojmë nga frezat. Okej, shkojmë aty. Shënderit. Mirë, si kaloni? Haj po shkojmë ke frezat aty. Përshëndetje. Si kaloni? Të bërë, Mirë. në sodhe i Si qikë kaloni? benzin se zjarrin e kemi vetë. Edhe naftë edhe benzin. Të lagemi kështu, Jo, më mos arrini gjëra ty. Tu keni hyrë të kënaqeni të bëni dhe t'japim zjarr. punën e fermerit, jo të digjeni. Kështu knoqëna ne me u djeg. Mirë, si kalon? Sa bëni? Eriku, kënaqësi dhe për mua. Përshëndetje, si kalon? Eriku, gjithashtu. Vinë gjithë? Tani do zihemi kush do t'i javi këti. Tani të fillojmë në fillim me pjesën e sigurisë. Më thënë, në makineritë bujqësore të Marksinda, Hajde. gjatë procesit të punës, nuk duhet të rinë persona anësore makinerive ose përpara makinerive. Pas janë me thika, janë të rrezikshme. Jo, anësore, deri të petike. Si do t'a mirë. Gjatë procesit punës, do më thënë, qa janë korse bari, freza, sharat, gjitha do jenë vetëm një person që do t'i punoj. Tjetra, filloj me specifikat e ndezjes. Freza këtu, edhe freza e lonçinit janë me naftë. Dy frezat e tjera, lonçini dhe oleumaku janë me benzinë. Dytë kuqe me benzin, Po, Dy blut me naftë. edhe motokultivatori, që është me thikë të varur mbrapa, është me naftë. Filloj me këtë benzinë si fillim, ti shikoj për benzinë. është nafta. Sa ka shku edhe da pës. A është ullë nafta apo është ngritë? Kështu e kena pa lek. Ju S'na mojnë lek. s'kini makina këtu brenda, të s'kini me naftën. Jo, kam hallë Hallin tuaj, hallin kam hallë që të ditë ta kursejmë. A të thash vlla? pritet dy shishe plastike për gjysë edhe bëci. Jemi. Po mere e hullja kështë që parfumit e dy u mjesht. Si fillim, japim gas, Një sekund. është çelësi i fikës edhe i ndezjes. O fiket, o në është ndezje. Japim pa gas, kthejmë çelësin e kthyem lart. Kjo është ajri i motorit. Ky është benzina e motorit. Këtë është i hapur, këtë është i mbyllur. Kur ndizet të japur. Mbyllim ajrin si fillim. Japim motorit edhe hapim ajrin sa po ndizet motori. Procesi i punës është i thjeshtë. Gjatë punës, kur punon freza, vetëm e komandoj me ulljen e me ngritjen e lamës poshtë. Që mos u treqë ose mos mbetet i vend. Komandoj vetëm atë lamë. Qoftë në një kohë. Toka është pak e fort tani për momentin, por fora në i vetë shkisht, fillon e rëfundos me tepër. Është e fort toka.
Toka është pak e fort tani për momentin, por besoj se po ranoj ves shi zbutet. Ose mund t'i kaloni 2 herë ose 3 herë tokës gjatë punës. Dhe vendoset tha stand by, tha duke e kthy pak kështu dhe duke e ngullat gjon. Për mos ulur shumë kurizi, lama këtu vendoset më lart ose në poshtë, që të rish më drejt, edhe timoni Lërohet ose shtrëngohet? Qohet ose... e ngrem lart, gjatë gjatësisë. Kjo është proces që bëhet në mëngjes herët apo në darkë? Kur toka është e butë. Po pra, prandaj po pyes, po janë 2 momente. Kur është tokë e butë, po. Ka 2 gjysmë. Në rastin që është pak e fort tani, nëse nuk bie shi, duhet t'i kaloni 2 herë ose 3 herë. Ose mund të merrni tubuin nëse të talakni. Po ti ke ndonjë gjë për të bërë sot përveç? Unë do të shpjegoj këtu. E do ikësh? Më David do të enfermera dhe unë. Keno ide cilën parcel? Më fal. Thej që do të merret vetëm një person me këtë. Do pyes atje, okay. Kini një paqartësi apo Ta provojmë edhe një. E kuptove ti? Po, do filloj domethënë ja pa ajrin në 3 shpatore. Po ishte ajri, ishin gjëra. Ta bëjmë gjithë. Ta bëje procesin. në on. Hajde në këtej, o Jonida, hajde këtu. Po e di po s'duhet i afrosh Është këmbë. mesatar, gjatë punës do i rritë zgarë. Tullëm se. Të riqet aja. Kur është motori, ftohet mbyllim ajrin e motorit. Benzina ri kur do erë këtu dhe 300 litarë. Gjithmonë duhet ta mbyllim me butonin, ë? Tani hapet ajri. Ah, okay. Hap ajrin në ajrin. Sigura. Për ty. Okej, atëherë Jo, unë propozoj Klodin të merret me këto. Po unë e bëjmë